إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi vullin e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet. Deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me shpjegimin e hadithit të cilin kemi filluar në hutbet e kaluara. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arbaun idha kunna fik fala alayka ma fataka min ad-dunya hifdhul amana wa sidqul lisan wa husnul khuluq wa ifatu fi ta'ma. Katër gjëra nëse stolisesh apo katër virtyte nëse stolisesh me të, fare mos u brengos dhe mos vajto se çka të ka humbur nga kjo dunja. Ajo është hifdhul amana, ruajtja amanetit, wa sidqul lisan, të thënurit e vërtetës dhe mos gënjeshtra, wa husnul khuluq, morali dhe sjellja e mirë, wa iffatun fi tu'ma, ndershmëria dhe të kërkuarit e furnizimit halal. Të nderuar vëllezër, ky hadith dhe kemi folë në mënyrë detaje për 3 pikat e para. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith na dërgon një mesazh se nëse muslimani apo njeriu stoliset me këto 4 virtyte apo cilësi, në një farë mënyre e ka formuar një karakter të mirë. Këto cilësi të nderuar vëllezër janë që apo e mbajnë njeriu në rrugë të drejtë. Siç është ruajtja e amanetit, të thënurit e vërtetës, sepse të thënurit e vërtetës është që të çon në çdo mirësi, dhe gënjeshtra është nëna e të këqijave, sepse njeriu nëse gënjen, atëherë bën vepra të shëmtuara dhe mundohet t'i arsyetoj me gënjeshtër. Po ashtu morali i lartë dhe sjellja e mirë ka rëndësi shumë të madhe, saqë Allah kur foli për moralin e pejgamberit u betu dhe tha wa innaka la ala khuluqin adhim, me të vërtet ti o Muhammed je me një moral të lartë, një moral të pastër dhe kështu me radhë. Dërsa sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të flasim për pikën e 4 të këtij hadithi që është iffatu fi tu'ma, që kafshata jote të jetë e pastër dhe halal. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala kur flet për rëndësinë që njerëzit të kërkojnë furnizim në mënyrë të lejuar, thot wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dhe mos thot, nëse e përkthem bukfalisht këtë ajet, do të thot dhe mos e hani pasurinë tuaj mes njëri tjetrit me mënyra të ndaluara. Është interesant të nderuar vëllezër, se kur themi se Kurani është mrekulli, do të thotë se na duhet në çdo ajet të ndalemi dhe të nxjerrim margaritar se si Allahu subhanahu wa taala na u drejtu me ajete.
Nëse e përkthem ajetin, mos e hani pasurinë tuaj mes jush. Nga ky ajet të nderuar vëllezër e kuptom se Allahu tha pasurinë tuaj. Këtë pasuri është e jotja. Atëheran ke kujdes se me çfarë mënyre je duke e marr atë. Pra një pasuri e cila është e jotja, do ta merrsh. Mirë po, të jesh, Allahu subhanahu wa taala thotë, të jesh i kujdesshëm që mos ta marrsh me mënyra të ndaluara, me mashtrime, me tradhti, me padrejtësi dhe kështu me radhë. Sepse nëse është pasuri, nëse është ajo rrezik apo furnizimi apo pasuria yte, do ta marrsh dhe s'ka çajre. Arsyeja të nderuar vëllezër pse i shtyn njerëz që të ndjekin metoda të ndaluara, siç është mashtrimi apo siç është padrejtësia dhe kështu me radhë, që të arrin deri tek një pasuri e caktuar, është mosnjohja apo njohja e mangët e Allahut subhanahu wa taala. Pra dhe bindja e dobët në Allahun subhanahu wa taala. Se momentin që njeriu është i bindur se risku i cili është shkruar për te, që në amshim, para se Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar qiellin dhe tokën, po tjetë ka që i bindur në këtë gjë, kur Allahu subhanahu wa taala thotë që riskun e ke të garantuar, po njeriu ta njoh Allahun si duhet dhe tjetë i bindur në këtë gjë, nuk do të ndjek rrugë të tjera, vetëm rrugë të lejuar që të arrijë tek ajo pasuri e cila i takon. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatba'a ar-rizq, thot me të vërtet thot njeriu thot inna ar-rizqa la yatlubu al-abda kam akthar mimma yatlubuhu ajaluhu. Thot risku e kërkon thot pronarin e tij, zotërusin e tij, ma shumë se sa që e kërkon exheli. Njeriu të nderuar vëllezër ka afat të caktuar në këtë botë, momentin që i plotësohen ditë dhe i kryen ato frymarrje të cilat Allahu subhanahu wa taala i caktoi për këtë person, atëherën vjen exheli dhe ky person kalon në botën tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thotë se risku apo furnizimi e kërkon njeriu më shumë se sa e kërkon exheli. Atëherë thotë mos ju shtyn thotë ngadalësimi në furnizim dhe kështu me radhë që ta kërkoni në haram. Të nderuar vëllezër, të jeni të bindur se atë furnizim dhe atë rrezik që Allahu subhanahu wa taala e ka shkruar për mua dhe për ty, nuk do të vdesim pa amarrat. Dhe mos mendo se duke ndjek mënyra të ndaluara, siç është mashtrimi, padrejtësi dhe kështu me radhë, do të arrish tek diçka që nuk është e jotja. Është fakt se njeriu mund të bie prerë e cytjeve të shejtanit dhe mund t'i hapen dyert që njeriu posedoj numra më shumë. Mirë po, këto të nderuar vëllezër do t'i kthehen në të kundërtën e tij. Ndoshta me ndjekjen e një rrugë të ndaluar, ka mundësi ndoshta do të fitoj të holla më shumë, mirë po, do t'i paraqiten do sprova, do smundje dhe kështu me radhë, që nuk do t'i lejoj që t'i shijoj ato të mira dhe ato të holla dhe kështu me radhë. Dhe nuk do të marrë vetëm atë që Allahu subhanahu wa taala e ka caktuar. Pra nëse njeriu ndjek një rrugë të ndaluar dhe punon me gjëra të ndaluara dhe kështu me radhë, ka mundësi mund të sjellë kjo ndaluar disa të holla. Mirë po, shkak i kësaj ndalese të cilin ky person ka ndjek, mund t'i ndalë ndonjë fëmijë që do t'i kushtoj edhe më shumë se sa e ka fitu, mund t'i parashitet një smundje dhe kështu me radhë. Pra, nga kjo të nderuar vëllezër na jep të kuptoj se risku apo furnizimi nuk është vetëm në pasuri. Pra, çka të duhet parja nëse nuk ke familje të shëndoshtë? Çka të duan të hollat nëse një fëmijë të del dhe t'i harxhon të gjithë dhe bëhet ngarkesë për ty dhe kështu me radhë? Atëherë të nderuar vëllezër, gjëja të cilën njeriu e shijon dhe e merr dhe kështu me radhë është vetëm ajo pasuri dhe ai furnizim dhe e ndjej është ai furnizim i cili e ndjek mënyrën legjitime që të arris tek ai. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mos e hani, mos e përvetsoni pasurinë tuaj mes njëri tjetrit me të kotë.
wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqa min amwali nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Pastaj Allahu subhanahu wa taala vazhdon dhe thot: dhe mos u bëni nga mitdhënës që jepni korrupsion dhe rushfet dhe kështu me radhë, që ta përvetësoni ato gjëra të cilët nuk janë të juaja, dhe ju e dini pra, wa antum ta'lamun. Allahu subhanahu wa taala, të nderuar vëllezër, na tregon me këtë ajet dhe hadithin që do ta sjellim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na thot që mos përdor mënyra jo të duhura, mënyra jo legjitime, mënyra që Allahu subhanahu wa taala t'i ka ndalu, që të arrish tek diçka që ti në brendësinë tënde e din se ajo gjë nuk të takon ty. Mirë po në thojza shkak i aftësisë tënde, po them kushtimisht apo lidhjeve dhe kështu me radhë, thot Allah, mos i shfrytëzo mitdhënien dhe kështu me radhë, lidhje dhe kështu me radhë, që të arrish dhe ti korruptosh dhe kështu me radhë, ato njerëz dhe kështu me radhë që të arrish tek ajo gjashka nuk të takon ty, wa antum ta'lamun, dhe ju e dini një gjë të tillë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për rrezikshmërinë e padrejtësisë dhe të marrunit e dikuj të drejtën dhe kështu me radhë, thot men iqtata haqq imri'i muslim bi yaminihi, kush i merr diçka të padrejt një njeriu, një muslimanit, duke u betur rrejshëm, illa harrama Allahu alaihi al-janna wa awjabahu an-nar. Allahu këtij person ja obligon xhehenemin dhe ja ndalon xhenetin. Pra, nëse një njeri betohet rrejshëm apo mashtron edhe kështu me radhë dhe ja merr dikujt një të drejtë që i takon atij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky person e ka të ndaluar xhenetin dhe e ka obligim xhehenemin. Sahabët pak a shumë do shta jerdhe dhe çudi nga ky hadith dhe i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa in kana shay'an yasira. Në rregull, pa thonë për gjanat mëdha mund. Mirë po edhe nëse është diçka e vogël, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, wa in qadib min arak, wa in qadib min arak. Qoftë edhe një deg e vogël, qoftë edhe një deg e vogël. Pra të nderuar vëllezër, qoftë edhe 1 euro. Pse? Dikush më thonë për 1 euro mu ba haram xheneti dhe mu obligu xheneti, thjesht të nderuar vëllezër, vetëm duhet pak mi reaktivizu logjikën. Njeriu është i shenjtë. Pasuria e njeriut është e shenjtë. E çdo cenim i një të drejtë që i takon çdo kujt, pa marrë parasysh se sa është ajo, është 1, 100, 1000, 1 milion, nuk ka lidhje. Momentin që njeriu e cenon të drejtën e dikujt, ky njeri të nderuar vëllezër, pra e ka obligim, Allahu na ruaj xhehenemin dhe e ka haram xhenetin. Pse? Sepse ke cënu një të drejtë që nuk i lejohet askujt ta cënoj. Një të shenjtë që Allahu subhanahu wa taala e shenjtëroi, aja është malli apo pasuria e njeriut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men iqtata shibra min al-ard dhulman, kush thot e merr një pëllam toke e uzurpon pa të drejtë, tawaqahu Allahu iyahu yawm al-qiyamah min saba aradin. Allahu në ditën e kiametit thot do ta baj këtë person që të mif 7 toka nër dhe atë dhenin të cilin e nxjerr do t'i varet në qafë dhe kur do të dalë në llogari para Allahut subhanahu wa taala. Kjo të nderuar vëllezër, ky hadith dhe këto ajete dhe kështu me radhë tregon se nuk lejohet të cenohet e drejta e askujt, çfarë do të jetë ajo. Pra, këto hyn të nderuar vëllezër, ndrimi i kufive, përdorja e lidhjeve që të merren toka dhe kështu me radhë, është e drejtë e dikujt tjetër. Nuk të takon ty, sepse ti në mënyrë të indirekte të nderuar vëllezër, do të mundohesh të sjellesh si Zot në tokë, duke sundu dhe duke i nënshtruar të doptit. Dhe cilësi hynore të nderuar vëllezër, sundimi absolut i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai këtë sundim e realizon në tokë me drejtësi. Momentin që njerëzit sundojnë në tokë, sundojnë me pa drejtësi. El-Qahr, sundimi absolut i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Momentin që njeriu është i dopt dhe ti dobësinë e tij je duke e shfrytzuar në interes tënd dhe je duke i bë pa drejt,
dije i nderuar se e ke të ndaluar xhenetin. Pa marrë parasysh musliman, jo musliman. Nëse i bat pa drejt, e ke të ndaluar xhenetin dhe të obligohet xhenemi. Allahu na ruaj. Thot Allahu subhanahu wa taala me një hadith kutsi: ja ibadi, o robët e mi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. O robët e mi, unë pa drejtsin ja kam ndalu vetvetes dhe e kam ba të ndaluar në mes jush. Fela të dhalemu, mos i bani pa drejt njerëzve pra. Pa drejtësia të nderuar vëllezër është mëkati më i madh pas politeizmit apo pas shirkut që i bat Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në mesin e sahabëve dhe dështi t'i edukoj sahabët, dhe kjo mesazh të nderuar vëllezër vlen edhe për neve dhe gjithë umetin e tij deri në ditën e Kiametit. Thot: innama ana bashar, një hadith të nderuar vëllezër shumë i frikshëm. Për ja dua të ndalemi pak me këtë hadith. Innama ana basharu mithlukum, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot unë jam njeri ashtu siç jeni ju. Wa innakum takhtasimuna ilay, ju thot vini dhe të gjykoheni thot tek unë. Wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd, thot ka mundsi dikush ka oratori ma shumë se sa tjetri. Fa aqdi ala nahwa ma asma, unë thot gjykoj varësisht prej atyre që ju mi sillni. Dhe kjo është pra roli apo puna e atyme që gjykojnë mes njerëzve, gjykatësve dhe ato që ndërmjetësojnë dhe kështu me radhë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë jam njeri dhe gjykatësi apo njeriu i takon të gjykoj jo me të msheftën. Kjo është mësim për çdo kënd, se Allah subhanahu wa taala ka mujt që të ndihmoj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me shpalljen dhe mos bazohet në argumente. Po kjo ishte mësim për neve se njeriu nuk duhet me gjyku vetëm varësisht argumenteve dhe fakteve që i paraqesin. Thot ka mundësi, thot dikush duke i paraqit fakteve të jetë më orator. Mund t'i falsifikoj dëshmit, mund të përdor mënyra të ndryshme që ta vërtetoj se haku apo një e drejtë i takon atij, ndërsa ai thot brendsinë e tij e din se ajo thot nuk i takon atij. Pra ka mundësi thojza e llogarit vendin të aftë në shpinë të doptit i cili ka mundësi nuk ka argumente të forta apo jo nuk ka argumente, po nuk mund ti shpreh ato argumente dhe kështu me radhë. Ka disa njerëz të nderuar vëllezër janë orator dhe e përdorin oratorin që të arrijnë tek një e drejtë e cila nuk i takon. Ky hadith të nderuar vëllezër është për këta njerëz. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot unë thot gjykoj me ato që ju mi keni paraqit. Pastaj çka thot? Faman qadaytu lahu min haqqin akhihi shay'an fala yaqtu. Duke u bazuar këta fakte, u kam mundsi kam gjyku jo drejt, sepse duke u bazuar këto fakte. Thot kush e din thot se nuk kam qenë drejt në këtë gjykim, thot edhe i ka marr diçka nga vllau i tij, fala ya'khudhuhu. Atëherë mos ta marr. Innama ya'khudhuhu, thot qit'atun min an-nar, falyakhudh insha aw liyada al-yasha. Sepse ky person është duke marr zjarr pra nga zjarri i xhehenemit, cop zjarri, ose le ta marr ose le ta lej. Pra të nderuar vëllezër, nëse je i bindur se ajo gjë nuk takon ty, mirë po palën e kundërt e ke dobë dhe nuk ka mundësi ta mbroj veten e vet. Mos mendo se një aftësi të cilën e ke dhe një oratori që Allahu subhanahu wa taala ta ka dhënë dhe ke arrit me marr diçka, dije se ke marr një copë nga zjarri i xhehenemit. Dhe për fund të nderuar vëllezër, të jeni të bindur se nëse një pasuri është arrit në mënyrë të ndaluar, dije se ajo pasuri nuk e lën që njeriu ta shijojë dhe të kënaqet. Ka mundësi në pamjen e jashtme duket se është duke u kënaq, në brendsinë e tij nuk ka mundësi, sepse gjithë nga ne ka mundësi jemi prind. Nëse fëmiu i thën urdhrat e prindit, prindi mërzitet. Si ka mundësi ti thësh urdhrat e Allahut dhe ti jesh i lumtur? Dhe për fund thot Allahu subhanahu wa taala, zuyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fidda. Thot është zbukuruar nga njerëzit pasuria dhe kështu me radhë. Dhe çdo kush është i zbukuruar kjo gjë. Hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-ari argjendi dhe kështu me radhë.
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة للنعم ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Kjo thot është kënaqësi e përkohshme, ndërsa ajo çka është tek Allahu të nderuar vëllezër është thot më e mirë. Nga ky ajet të nderuar vëllezër e kupton se nëse e ndjekën rrugën e duhur dhe Allahu subhanahu wa taala të ka furnizuar me gjëra të mira në këtë botë, ti do të shijosh. Do të kënaqesh. Do të jetë qetësi e syrit dhe kështu me radhë. Nëse ke ndjek rrugën jo të duhur të nderuar vëllezër dhe je furnizuar dhe ke arrit në këto gjëra që ti posedosh, vetëm do të jenë ankth, shqetësim, do të jenë vujtje për ty. Edhe afatizimi të nderuar vëllezër dhe mos dënimi e menjëhershëm nuk duhet që njeriu ta mashtrojë se unë jam rrugë të drejtë. Mund të jetë sprov të nderuar vëllezër, hatta thot idha farihu bima utu fatahna alehim abwaba kulli shay. Thot Allahu kur i përshkruan këtë kategori, thot ata thot u gëzuan pas çka i japëm na, ja kemi hap dyer thot e çdo gjëja. Derisa të zbres thot Allahu na ruaj një dënim tek ky person i cili i thej urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe jemi dëshmitar të nderuar vëllezër se ato njerëz të cilët ndjekin rruga dhe mundohen të arrijnë pasurinë duke përdor gjëra të ndaluara, me gjëra të siç i dini, qoftë ajo në mënyrë me kamat, me alkool, me drogë dhe kështu me radhë, jemi dëshmitar të nderuar vëllezër se ndëgjojmë probleme çdo ditë të cilët ai ka mundësi, ka sasi, mirë po nuk do ta marr vetëm sa atë që është caktuar dhe është caktuar prej në amshim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.